Prap jemi tek faqja ime teknologjie.inc. Sot do t'ju shfaqim se si mund të instaloni Minecraft në kompjuterin tuaj. Pas ju të futeni tek lojrat, do të shikoni 4 lojrat të cilat janë deri tani, që janë Counter Strike, Minecraft, GTA San Andreas edhe Thive që më poshtë. Pas ju të shkoni pak këtu më poshtë, keni disa ozime se si të instalohet loja. Pas kësaj ju shtypni këtë butonin këto. Tani do të dalë në një faqe të re. Që është www.minecraft.info. Ju besoj se e dini që faqja jonë është e mbrojtur me disa programe antivirus. Prandaj ju lutem lëreni faqen tonë hapur kur ju të futeni tek për të instaluar lojën. Pas të një futeni këtu, do të shtypni downloads. Juve ju kërkohet që të instaloni edhe javën, po ka raste që disa njerëz e kanë. Por në qoftë se e dini që ju nuk e keni, atëherë instalojeni javën më së pari duke e shtypur këtu, por do vazhdoj me instalimin e lojës. Loja do të instalohet më një herë. Në qoftë se del ajo, duhet ta shtypni atë keep, do të thotë mbaje, dini X, edhe sa po të futeni këto, do të futeni tek loja. Por nëse doni ju gjithashtu atë mund ta gjeni edhe tek downloads. Dhe pastaj të futeni tek show in folder edhe ta rrishni deri tek desktopi. Kështu që mund të luajeni më lehtë sepse këtu duhet të futeni me internet, prandaj po ju them që më mirë. Pas e të instaluar, ju vetëm futeni edhe luani lojën Minecraft. Ju faleminderit shumë, do të shihemi herën tjetër.